Kam bërë, për shembull, mbaj mend batutën e parë të Edi Ramës si Ministri Kulture e kam marrë unë. Cile ishte ajo? Batutën e parë si Ministri Kulture. Kur ka ardhur në Shqipëri, edhe është bërë Ministri Kulture, e kam telefonuar në një orë shumë të vonë natës, ai s'besoj që e mban mend, i kam bërë një telefonat ndoshta 11 natës në shtëpi. Ka qenë prill 98. Po, kishte ardhur për vdekjen e tij. Për humbjen e tjallit edhe siç ka qenë absurd i kohës që kishte telefona në shtëpi, nuk kishte celular. I re nga redaksia? Nga redaksia. Nga redaksia. Po? Tash, po e provoj. Një rast telefonit dhe mu përgjigj. Po? I thash, zoti Rama, po, edhe i thash 2 batuta për emrimin e ri, edhe po e tregoj këtë sepse jemi te dritari Rudina Xhungës. Rudina në atë kohë ka pasur, bënde një insert faqen e fundit gazetës Koha Jon. Speciale, po. Bënde një intervistë speciale, kishte feature. E di se aty punonin bashkë. Po. Po e kujtoj më shumë për shikuesit. Dhe disa muaj më vonë i bëri intervistë gjatë Rudina Ramës, po. I tha që kjo është intervista e parë, tha jo, e tha se e kam dhënë atyre, dhe kjo ka qenë batuta që kam pas bërë me Rudinën. Do të thënë ju e morët një intervistë, po thuajse. Jo, ishin më shumë ose prononcim. Prononcim. Ishte prononcim, po e botuat. Po. Dhe cili ishte titulli? Titulli nuk e mbaj mend. Po nën titulli? Nuk janë. Po tani na thoj një gjë tani çfarë batuta. Janë gjëra që Mbere do vetë hap arkivin. Do të hap arkivet dhe do ta botoj pastaj. Po duhen hap arkivat. Jo, nuk të besoj, nuk besoj që ti nuk e ke memorien që nuk kujton titullin. Titullit. Një përcaktim për radh parë për Nikol Lesin, botusin e multimedias Koha Jon është Shkona Nikola. Ka qenë njeriu që më ka dhënë mundësinë që të ushtroja një profesion që nuk e kisha menduar deri në atë kohë që do ushtroja, dhe më ka dhënë rrogën e parë në jetë. E bukur. Pra, rrogën e parë në jetë. Ne shumë nga ne, student të atyre viteve. Ishte akoma student? Po, kam qenë student vit parë fakultet. Ne hym në jetë edhe fal Nikol Lesit. Tysh një jetë, do me thënë që të kesh të ardhurat, të kesh mundësinë që të mbahesh vetë. E di sa më gëzohem me këtë? Sepse përmendje një gjë që pak ja përmendi. Nikola është Nikola, por të jesh mirënjohës ndaj Nikolës, patjetër. Do të thënë është një gjë. Na ka dhënë gjithë një mundësi që nuk besoj që shumë bashkëkohës tanë do e kishin. E kanë pasur, ka pas dhe njerëz që e kanë pas i liq atë mundësi që ne kemi pasur. Tani një përcaktim për legjendën e Sport Express Fatmir Neri. Fatmir Neri i mbaj mend batutën e parë që më ka thënë, dhe kjo është një nga gjërat për shembull që e them me detaj dhe e them me krenari, sepse më ka ndodhur që kur vajta në shtëpi i madh më bëri një batutë, megjithëse të dy nuk kishin folur mirë, tjetër s'kishin lidhje. Çfarë tha? Fillova punë dhe mori veç, kur unë kisha botuar shkrimin e parë në Sport Express, ai ishte jashtë, mos gabohem, duhet këtë qenë në një ndeshje të kombëtares, se ka qenë viti 97, dhe Shqipëria nuk lejohej të luante në territor të vet, dhe ne luanim në Zvicër. Po jo, në Granada të Spanjës. Një pjesë të ndeshjeve, pastaj ka luar në Zvicër, edhe kemi luajtur, mos gabohem, me Irlandën e Veriut. Dhe fituam 1-0 me gol të Altin Haxhit. Nëse s'gabohem. Po. Dhe Fatmir Neri nuk ishte, kur unë shkrueta dhe botova shkrimin e parë, ishte në Zvicër dhe u kthye. Lexoi shkrimin e parë dhe mori veç. Siç bëhet biseda e parë me çdo rishtar. Dhe mbasi më tha ato që kishte për të thënë për shkrimin, më tha kam një porosi, kam një merak, tha që të lutem, tha e kam me shumë seriozitet. Mos prek gjë me dorë, mos merr lek në këtë profesion që do bësh. Ç'ishte kjo? Ti akoma s'kishe filluar. Jo, nuk më lidhej gjëja, se nuk pse duhet merrja lek, po merrja rrogën. Unë isha shumë i lumtur që po merrja një rrogë shumë mirë. Mban rrogat e kohës tonë atë kohë ishin më të mira se rrogat e administratës. Shkova në shtëpi, edhe më pyeti madh, si po kalon, si shkoj? Mirë, nuk është që i tregoja shumë gjëra atij Medi, nuk jam treguar shumë gjëra nga ajo që bëja. Edhe më tha, mirë, tha, po kujdes, tha, mos te puna, tha, mos merr lek.
Dhe kjo gjëja mua më prapë çuditi, se ishin dy njerëz që nuk ishin lidhur me njëri tjetrin që më thoshin një gjë. Po? Kjo është fjalia që mua më ka ngelur në këto gjithë këto vite pune. Mos merr lek. Mos e fut dorën tjetrin në xhep. Dhe ju, zotë ministër, nuk keni marrë lek? Nuk kam marrë lek. Nuk kam asnjë arsye. Unë besoj sepse unë të njoh. Dhe kjo është gjëja që pastaj kam kuptuar çfarë do të thoshte zoti Mleri me këtë fjalinë, kishte nga këto historitë që bëheshin promocione, gjëra që unë i kam Nuk të tundon politika, se okay, sa të njoh unë, do të kështu është, po politika të bën pisë edhe të mos nxi. Kam hyrë në administratë publike në vitin 2001, po shifnim listën e kandidatëve, fal zotit Majko. Kam hyrë në atë kohë bashkë me... Majko ishte ministri i mbrojtjes. Ishte ministri i mbrojtjes. Kam hyrë në atë kohë, mbaj mend me shumë të rinj të reja, me këtë idealizëm, që ne të bënim një Shqipëri, të bënim një administratë, të bënim një shoqëri pa krim, pa korrupsion. Dhe modestisht, nuk them që unë kam qenë artefici i gjithë këtyre gjërave, por modestisht kjo ka qenë jo vetëm leitmotivi personal, por edhe përpjekja e madhe që kemi bërë me atë pjesë administratës ku unë kam punuar, në mënyrë që korrupsioni të ishte në shënjestër të sulmeve tona për ta shkatruar sa më shumë. Tani do kaloj këtu për ta mbyllur të pjesën e karrierës së sportit. Zoti ministër, më kë jeni tifoz ju se gazetar sporti nuk e ndan dot këtë. Më keni tifoz? Unë jam tifoz i Shqipërisë. Tifoz i Shqipërisë më kujtojnë vitet, flasim gjithmonë për këtë periudhën e viteve 90 kur stadiumet ishin bosh kur luante kombëtarja. Mbusheshin vetëm kur vinte Gjermania lunte në Shqipëri, për arsye evidente. Dhe pastaj jemi të dy dëshmitarë se si stadiumet filluan të mbushen dhe sot jemi aty ku jemi me zjarrin e tifozëve kuqezi. Me kë ekip jeni në kampionatin shqiptar? Në kampionatin shqiptar jam me Tiranën. Me Tiranën. Në familje tek ky rrethi i kushërinjve, djemve të familjes jam në minorancë. Se Arbani me kë është? Me Partizan. Me Partizan? Është kjo gara midis vëllezërve të vegjël që zgjidhen gjithmonë ekipe kundërshtare për... Po në Evropë, në botë, në ke tifoz? Me Juventusin. Me Juventusin? Kam qenë koshient dhe kuptoja pak nga çfarë ndodhte kur Italia fitoi botrorin e 82-shit dhe Franca e Platinis fitoi Europianin e 84-s. Dhe ky ishte kombinimi Michel Platini i Platinis dhe Juventusit. Pastaj mos harrojmë dhe sa televizion shihej edhe tani un po kaloj këtej, po nuk e lë dot se më ngasmove shumë. A ke parë ndonjëherë në jetën tënde që ke ndjekur dhe si gazetar, po edhe si tifoz, ndonjë futbollist me elegancë Michel Platini? Platinia ka qenë elegant edhe në gjithë manjerat e veta. Jo vetëm në fush, po edhe në atë që ka bërë mbasi ka lënë futbollin. Unë kam një këto momentet e ëndrave të fëminisë e kam realizuar. Ai ka qenë në Tiranë. E ke takuar? Po. E ke intervistuar? Po, e ke intervistuar? Por na e thuaj këtë pra, ti pas ke intervistuar Platinin tani, jo kaq modesto. Se po thras me emër tani, Igli, jo kaq modesto, lutem. Ka qenë në Tiranë në fillim viteve 2000, mos gabohem. Për të parë, po se ka qenë edhe më vonë. Ka qenë dhe si trajner në Francës në fund viteve 90. E ke intervistuar domethënë? Në fund viteve 80. Po, në fund viteve 80. Fund viteve 80. Po, ka qenë mos gabohem 2002. 2002. E intervistuat? E intervistuat? Intervistë e bukur, doli në një gjë, në një... Çfarë përshtypjet la? Po aty ishte ke burokrati, nuk ishte tek edhe më shumë intervista ishte për marrëdhëniet midis UEFA-s edhe FSHF-s të asaj kohe, po. Tani mua më ngasmon shumë midis sportit edhe ministrit për Evropën dhe punët e jashtme. Ka një debat këto ditë për organizimin e kampionatit U21 midis Serbisë U17 apo U21?
midis Serbisë edhe Shqipërisë. Nuk se ka në interes të jashtëzakonshëm në Shqipëri, por një vend e tillë nuk është jo ullët, i rangut ullët, është një nivel të lartë. Por cili është qëndrimi juaj personalisht për një organizim të tillë, sepse ka reagime pse ta realizoni ne me Serbinë, edhe pse federata ka dhënë një lloj, por një shpjegim që ishte vetëm mundësi që kjo të realizohej, pra Shqipëria të bëjë pjesë e këtij eventi dhe kur është bër, për gjithë ata që na ndjek, kur është bër, po themi ajo pjesa e parë e procedurave, Shqipëria nuk ka kandiduar bashkë me Serbinë, po më pas ka qenë një kondicion i UEFA-s që nëse e doni do ta bëni me Serbinë. Tani, këtë pjesën teknike unë mendoj që Federata jonë e futbollit, zoti Duka, zoti Shulku, duhet ta kenë sqaruar në detaje, duhet ta kenë sqaruar edhe opinionin besoj që është i qartë për pjesën teknike, që është një nga gjërat më të qarta dhe më të mira. Kapacitetet e stadiumeve dhe infrastruktura që vendi ynë ka dhe Serbia ka në një mënyrë ose në tjetër nuk i plotësojnë gjitha kriteret dhe duhet që të ketë një kombinim të dyve midis të vendeve. Po ajo që unë dua të them është mënyra se si ne duhet të ikim përtej fantazmave të shkuarës. Po të shohim marrëdhënie midis vendeve tona, flas për rajonin dhe nuk them vetëm midis Shqipërisë dhe Serbisë, po flas për gjitha vendet në rajon. Po të shohim 20 vjet më parë, 30 vjet më parë, 40 vjet më parë, shikojmë se sa ka ndryshuar. Qofse para 30 vjetëve ne nuk uleshim në tavolina, nuk diskutonim, nuk debatonim, por ishim në luftë direkte apo indirekte me entitetet caktuara në rajon. Sot ne jemi në tavolina, diskutojmë integrimin e përbashkët, diskutojmë rrugën e përbashkët që kemi me gjithë të vende në drejt Bashkimit Evropian. Me disa prej vendeve, të cilat në momente të tyre të caktuara kanë pasur probleme me respektimin e drejtave dhe lirive të shqiptarëve, flas për Maqedoninë e atëhershme, Maqedoninë e Veriut të sotme, ne jemi aleat NATO. Dhe sa mirë që kontaktet midis vendeve fillojnë edhe thellohen. Gjë e më rëndësishme është që të jenë njerëzit ata që ngushtojnë diferencat. Ajo që ka ndodhur në Evropë është gjithmonë një përpjekje e madhe e shuarjes konflikteve dhe tani nuk dua të kaloj mbi re, por Evropa e sotme, Bashkimi i sotëm Evropian i thjeshtësuar në mënyrën e të menduarit është një dëshirë e francezëve dhe gjermanëve për të lënë pas konflikte shekullore dhe për të krijuar një entitet përbashkët, që është ai që ne aspirojmë dhe ne të jemi aty. Mendoj fort që në momentin që midis shqiptarëve dhe serbëve do të ketë jo paqe, po një bashkëekzistencë të qëndrueshme paqësore në Ballkan, ky rajon vetëm do të zhvillohet. Është në dorën e shqiptarëve dhe të serbëve që shumë nga historitë të shkuarës të jenë thjesht histori dhe ne të shohim përpara. Unë kam dëgjuar shpesh dhe këtu hy edhe tek pjesë, dhe këtu hy edhe tek kampionati. Tek kampionati i futbollit i këtyre moshave të reja, sepse që këtu fillon edukimi. Që s'kan lidhje me atë që ka ndodhur dikur. Që ne nuk duhet ta harrojmë, që ne e dënojmë, që ne padyshim vazhdojmë të ruhemi që situatat të ngjashme me atë që ka ndodhur, me atë genocid që ka ndodhur, të mos kthehen më, ama ne duhet të ecim përpara edhe të shohim një perspektivë e cila është për këta të rinj, është për këta. Ju do jeni në ceremoninë e hapjes në Beograd? Se di. Nuk e di. Këtë nuk e di. Ti je ministër për Evropën e Punës Jashtme dhe dikur gazetar sporti mos nuk e di. Mund duhet të shkojmë në Beograd radh parë për një vizitë të paqe, pastaj duhet të shkoj. A duhet të shkoj? Duhet. Po pse shko? Duhet të shkoj. Ka ndonjë pengesë? Duhet të plotësohen kushtet. Jo, deri më sot ne kemi vizitat, po themi historike, që janë bërë një e zotit Meta, ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministër e para, pastaj e zotit Rama si kryeministër dhe këtu kemi mbetur. Do të 2 vizita ka Shqipëria në Beograd. Ka pasur vizita e Ramës është historike. Po pra, e para e zotit Meta. Është historike për mesazhet. Shumë rëndësishme. Se thanë Beograd që Kosova shtet e tjere. Është rëndësishme të shkosh diku. Po i ministrit të jashtëm vizitë zyrtare nuk kemi. Ka pasur, ka takime. Jo, vizitë zyrtare. Ka takime.
pasi punë takime dhe ka pas raporte. Po ka në indicie që ju do shkoni si ministri jashtë? Duhet shkohet kur ka një produkt, është rëndësishme që të ketë një produkt mirë. Okej, se ndoshta mund të rikthemi aty, po zoti ministër, ka betejë si Partia Socialiste në këto zgjedhje është pasaporta e Bashkimit Evropian. Qef do kisha dhe unë kisha pasaportën e BE-s, me thënë drejtën. Do e kesh. Do e kem? Po. Do ta kemi të gjithë, nuk do ta kesh vetëm ti. Unë jam nga ata që nuk e kritikoj asnjë qeveri shqiptare në këtë drejtim, po e kritikoj shumë Bashkimin Evropian për atë që i ka bërë Shqipërisë në këto 35 vjet. Dhe për mua nuk është faj as i Edi Ramës, as i Sali Berishës, as i Fotos Nanës, as i Majkos, as i Metës, as i Meksit, po është faj BE-s. Tani, me gjithë respektin që mund të kem, ky është një qëndrimi im, zoti ministër, por borxhin e ka Evropa, ne nuk i kemi ne në i borxh Evropës, që sa afrohemi ne, del Macron e thonë, pritë se ne s'kemi punën tonë, si të shtojmë. Pastaj del Bullgaria dhe thotë që Maqedonia, që ne jemi me Maqedoninë, se ç'lidhje kemi në Maqedoninë, një zot e di, ashtu është një punë se ka ca bullgare etj etj. Tani ata thonë që do jemi. Pse do ta besojmë këtë, zoti ministër? Duhet ta besosh sepse tani që ne po flasim dhe prej shumë kohësh, jo vetëm tani që ne po flasim, ka një plan konkret të dakordsuar të qeverisë së Republikës së Shqipërisë me Komisionin Evropian për mënyrën se si Shqipëria do të bëhet antarja e ardhshme e bashkimit. Dhe ky plan konsiston në gjithë përpjekjen që ne do bëjmë për hapjen e kapitujve, grup kapitujve, rekomandimeve, mbylljen e këtyre grup kapituj, rekomandime, dhe kalendari është i qartë. Ky proces teknik, negociues, përfundon në fund 2027-s. Në fillim të 2028-s ne marrim. Tani ne i kemi të hapura negociatat apo jo? Patjetër. Po çfarë ndodh në 27-ën? Mbyllen. Negociatat teknike. Negociatat janë hapur. Po del njëri atje e thotë jo, se në Gjermania ka sinjale që ne kemi probleme me Shqipëri, Shqipëria ka probleme. Tani mos tym ke falli, mos tym ke kjo pjesa. Jo, s'është fallu BE, tani flasim kështu tani se. Mos tym ke falli. PS-ja ka hap shampanjën në 2018, no? Mos tym ke falli. Negociatat janë hapur në vitin 2022. Nga 2022 deri në 2024, deri në tetor 2024, u prit që ne të organizonim konferencën e dytë ndërqeveritare që të hapnim grup kapitullin e parë. Në dhjetor hapim grup kapitullin e 6, ne këtë vit do hapim gjithë grup kapitujt, që do të thotë gjithë kapitujt, dhe do të mbyllim negociatën teknike në fund 2027. Kjo është e qartë, e shkruar, e dakordsuar, e mbyllur në gjithë aspektet. Në 2028 ne do të fillojmë negociatën politike. Do të fillojmë të negociojmë me të gjithë vendet anëtare, parlamentet, qeveritë, parlamentet. Sigur del dikush aty dhe thotë jo. Sepse kështu ka bërë BE-ja. Të mbyllim negociatën teknike. Ajo që ndodhi në këtë periudhën e pauzës që ne patëm nga 2022 kur organizua konferenca e parë ndërqeveritare deri në tetor të 2024-s kur organizua konferenca e dytë ndërqeveritare që hapi kapitullin e parë, ishte që ne vazhduam të plotësojmë kushtet, rekomandimet, me reforma, me punë, me gjitha përpjekjet që ne bëjmë. Unë dua të nxjerr këtë të zëvendës komisioneres Kaja Kallas, zëvendës presidentës Kaja Kallas, tani kjo që ka qenë kryeministre e Sonis, dhe ka dhe ca se dhe marrin kështu del një huaj aty dhe ç'a është ajo, që ka dhe ca probleme që e kanë nxjerrë media, bashorti i saj që bëte biznes me Rusinë etj. Tani vjen këtu. Po jo kështu tani unë jam gazetar, nuk jam diplomat. Dhe vjen këtu tani dhe i vë se nuk ishte aq e qartë ajo, duhet në atë që tha që Shqipëria ka bërë përparime, bravo i qoftë, duhet rokitje, dhe nëse ju bëni këto, rruga është e mbarë. Ajo nuk tha, siç thoni ju, që 27-ën mbyllet dhe 29 vjen antar, nuk e tha këtë.